Policia ka arrestuar një 37 vjeçar që deklaroi në spital se ishte dëmtuar aksidentalisht me mjet prerës, ndërkohë që ishte vetë plagosur me armën e zjarrit që mbante pa leje. Gjithashtu në pranga u vu vëllai dhe shoku i tij pasi i fshehën automjetin ku dyshohet se u vetë plagos aksidentalisht 37 vjeçari. Pas njoftimit të spitalit të Lushnjës se një shtetas i dëmtuar në këmbë kishte shkuar për të marrë mjekim, shërbimet e komisariatit të policisë Lushnjë nisën hetimet dhe si rezultati tyre zbardhën rrethanat e rastit. Në përfundim të veprimeve hetimore u vu në pranga shtetasi i dëmtuar AM 37 vjeç, si dhe vëllai i tij shtetasi IM 33 vjeç dhe shoku i tij shtetasi FV 40 vjeç. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se 37 vjeçari është vetë plagosur aksidentalisht në automjet me një armë zjarri të cilën e posedonte pa leje. Për të penguar zbulimin e së vërtetës, ky shtetas ka deklaruar në spital se është dëmtuar aksidentalisht me mjet prerës. Aktualisht ky shtetas është në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Dy shtetasit e tjerë u arrestuan sepse dyshohet se kanë fshehur automjetin ku vetë plagos shtetasi AM, si dhe kanë mbështetur deklaratën e rremtë të tij. Gjatë kontrollit në automjetin e gjetur nga policia u gjetën dhe sekuestruan 2 fishek dhe një predh armësh zjarri. Në drejtimin e prokurorisë së Fierit po punohet për të dokumentuar me prova ligjore të gjitha rrethanat e këtij rasti.